Mëngjes dhe mirë se erdhe në një tjetër video në kanalin tim. Do të thoj se ti mirë mëngjes Kian? Mirë mëngjes. Sot na vjen prap nëna Dona Kian. E di ku do vi sot? Nëna! Do vi nëna prap. Stefani është nisur që ta marri. Mami ishte 2 javë ose 11-12 ditë kur Kiani ishte 3 javësh dhe derisa u bë 1 muaj ose pa mbushur 5 javësh mami ka ikur dhe po vjen tani dhe ti je gati 9 javë kur po e bëj videon. Tani është pak i lodhur se mami djali u ngrit e vura te stoli ti i lartë dhe kam bërë të gjitha punët e shtëpisë dhe djali ka ndenjur. Unë kam pastruar, kam bërë kuzhinën, kam shirë me shes korrendi. Pjesën e korrendit gjurmën ju duk shumë interesante. Tani do ta bëjmë gati birin, do bëjmë gati mamin, unë jam larg, kur djali ishte në gjumë, unë u lava. Dhe pastaj si thash, e vendosa këtë në stol, bëra gjitha punët, rregullova dhomën e gjumit, fshiva, vura lavastoviljen, vura atë larsin e momkozit me të gjithë biberonat, cucat. Tani do vishemi. Qa po mendon të mami, ku e lash atë që do të vishja? Po mendoja t'i vesh një body edhe këtë overallin për këtu në shtëpi se është shumë i butë edhe shumë e thjeshtë për t'i ndëruar pelenën këtu se hapet deri në fund me zinxhir edhe është i ngrohtë. Se më duket se i ka, jo më duket, po i ka hunçkat e zëna, kështu që do të veshim mami ngrohtë, okay? Hajde. Bëj gati djalin, do vishem vetë, do t'i ja për të pirë dhe pastaj do rregulloj një çik flokët. Shpresoj që t'i kem të rregulluar derisa të vi mami, që mos më shojë në gjendje o bobo çupa ime si është bërë. Dakor, mo, do ta lesh mamin t'i bëj flokët. Ha? Au. Mi lësho flokët. Au. Au. Që bën zhurma. Super, edhe ky jes të kujqidhënjes 10 nga 10. Kian fjet i gjumë. I bie që nëna do ta takoj kur të zgjohet. S'ka ndonjë problem se kur të zgjohet pastaj është më në humor më të mirë pasi ka fjetur gjumë, më shumë i qeshur. Unë thjesht vesha këtë trikon me këto pantallonka të shkurtra që t'jem rehat në shtëpi. Nuk e di kur të zgjohet Kiani mbase dhe e heq sepse është pak si e ash, po kjo trikoj e aq e butë. Gjithsesi do ta shikoj më vonë. Tani po mendoja të shkoj vetëm ose flokët dhe pak do thanë. Pastaj kur të dal me mamin do rregullojmë njëri mirë sepse do vinë një gocë që më ndjek nga Instagrami. Do vi që nga një qytet tjetër gati 1 orë lart, sepse tha që do doja të takoja me djalin e vogël, ai t'i shikon videot edhe me gjithë që, domethënë, sidomos këtu në Gjermani ku çdo shqiptar që takojmë është si familje. Kështu që do bëjmë gati që do dal të takoj atë gjithsesi. Do pyes nëse është okay që të dali pak në vlog. Nëse po, okay, mirë, do ta marr, do ta prezantojmë pas e pak një çik me çfarë merr këtu në Gjermani. Dhe të marrë mamin e kemi lënë nga ora 2 ora, është 10:30. Tani mund të flej Kiani për shumë në 1 orë, pastaj ja pushim, dalin. Si do që t'jetë, do ta mbaj në krah atje 2 orë që do pim kafe. Kështu që presim mamin. Nuk po rregullojmë, di që mami është vetëm ja 10 minuta larg, po vjen ose thotë jam shumë e lutur, nuk e di pse.
ndoshta tani që jam bërë mami, dua të kem sa më shumë njerëz rreth rrotull vetes. Domethënë, dua të kem vjerën, dua të kem kunatën, pa çka se kunata s'ka ardhur. Njerëz që mos të bëj muhabet në shtëpi dhe plus më pëlqen kur janë njerëzit e mi, sepse më vjen shumë natyralisht të flas shqip. Për Kian. Dhe ndonjëherë nga që është Stefani këtu dhe kap veten time duke I folur ndonjë gjermanisht. Dhe gjermanishtja ime patjetër nuk është perfekt, se nuk është gjuha ime mëm. Dhe fundja 5 vite kam këtu, 6 vite. Por të doja që të flisja vetëm shqip, dhe ndonjëherë kap veten time që I flas ndonjëherë gjermanisht. Dhe kur kam njerëz këtu shqiptar, të mosarën, mamin, shoqet e tjerë që janë shqiptar, e kap veten time që I flas më shumë shqip edhe jam shumë e lumtur. Kështu që po më vjen mami. Tani, kur të vi mami, unë kam bolonjeze që I kam bërë dje në darkë, I kam bërë ekstra, sepse e di që kur të vi ajo vajti ora 11 të ham drejt edhe mos t'i jap gjëra të vogla, po t'i jap tamam një gjë për të ngrënë, edhe bolonjezet që I bëj unë, ajo ka shumë qef. Kështu që me si po pres. Unë ndërkohë po plotësoj këto dokumentat. Sepse për të marrë lek fëmijësh nga Luksemburgu, duhet të bëjmë një kërkesën tek Kasa Gjermane. Kasa Gjermane do të dërgoj një refuzim, dhe refuzimin duhet të çojmë tek Kasa Luksemburgjeze. Kështu që kemi punë. Edhe këtu janë tërë këto letë që duhet të dërgosh. Është rritëre? Mirë është. Shumë mirë është. Okej, kur vjen nëna nga Shqipëria, gjëja e parë janë dhuratat. Hajde nëna, na I trego. Kjo është një badi? Kjo është 68, shumë e mirë, është për 6 deri në 9 muaj, shumë mirë. Një badi me makina. Po. Sa cute. Ka shumë e butë. Kjo është një badi me... Zema, qa duhet të këndojmë tani në kjo këngë? Përgjëzi. Ore. Kjo që nga 9 për deri në 12 vite. Shumë e bukur dhe më pëlqej ka që Shqiponja është kështu si... Do të komplet pak më të kështu të kuqe. Do dhe komplet ka kështu... do t'ja veshim këta e do dalim 3 herë. Këto? Këta
tezja. Tezja të gjitha këto. Gjitha tezja. Gjitha tezja. Ne na thjesht i transporton. Edhe këto e ka bërë. Këtu pas kemi badin brenda. O, sa e buqë që Kam ka bërë kjo. dy çarçape pa mbubi. Po turp. Nuk kemi një dhuratë për Stefani. As për Nexhin. E shko çarçape pa mbubi. Dhe gjove që thëm. Për Stefani dhe për Nexhin, ku Janë janë? tjetër do. Herës tjetër. Do bëjmë gjithë. Shikoni sa i bukur që nga Ka një vizio bad. të bëjmë se kemi shtesë dhe rrogat. Do na hapim shpërblim. Shiko sa i bukur që nga ky badi me jak prifti. Se gjitha badit janë me jak hapura. Këto i kemi për sa vjeç e kemi parë? 60 për 6 muaj. Shumë mirë. Po besoj Gjashtë që janë muaj. do t'i bëjmë më parë. Dhe përse janë Po këtë, dy çarçape mbuku, ja ka bërë nana. Ja kam sipur në rrugë që të rrinë ngrohtë shumë mirë. Mos e sus. Shko sa bukur. Shtroja të krevati. Isin esht vajsh. Më ngrohtë është pa mbuk. Po ja, se shumë shumë. Edhe jastak, e? E së krevatina. I ka zio nëna nga Shqipëria jastak se nuk ka jastak Të gjë. se që ja kam së në Shqipëri. Vati, të butë. Shumë. Në gjero që i pëse mirë atje. Bravo nëna. Mbarova? Prise ka Anxela. Ah, okej. Okej, nga shoqja e vllajt. Ato janë nga Anxela, zemra, nga shoqja e Davidit. I ka së në tjero. Sa cute. Gjak dhe në 9 muaj. Sa i mora më të më dhaja, sa që të kitë, të duble shaka. Faleminderit. Let's go. Këto janë nga shoqja David. Nga shoqja e Davidit, pa ta shoqja e vllajt. Bluzka, Brooklyn, New York City. Në tegu i kështë dhe. Që zbryt nga makina dhe me rikë të saj i kështë dhe. Shumë mirë. Po këta, opa, nga. Një gjepë. Të gjitha janë 6 deri në 9 muaj, kështu që i kemi përpara. Ka birvit, që më vla se ta të vogla ka një që. Shumë mirë, po jo, është shumë mirë. Ai tani aq që është. Cute. Këta që nga në materiali, shumë mirë. Shiko, zemra, këtu thot 3 deri në 6 muaj 6.5 deri në 8 kg. Ai është tani 6.5. Por është pak e madhe për të një. Jo, Këta mame me. kjo është 6.5 kg. Ai është 6.5. Qa të i bëjnë atë i bëndu? Kokën nga Pak e ka. madhe, apo jo? Ta Do mame. është ai gjatë. Po këtu të beri I Do bëjnë është hapen. bebi jon është pak i trash, shëndosh. Jo. Mbi pesh. Edhe kjo. Baby jo edhe 6.5 po është qik i trash. Duhet të zgjatet dhe E pak. me kja. Po të kërkota. Po vëse. Në të ti. Faleminderit shumë Angela, Anxhe, mami. Anxela. Shumë faleminderit, shumë të bukura të tëra. Mbarova. Kaq. Ka bërë shumë. Kaq. Kaq do na Mjaftojnë. Bravo. Bravo. Faleminderit. Faleminderit. Anxela. Ne nuk ne të flem asgjë që janë. Jo, asgjë. Sa e vinë në gjenile. Kiani akoma ple, mami me zi po pret. Që të zgjohet. Ai nuk e di që e do më këndaj. Se di pa, ndaj Po po ta di ndaj po asjo. fle kaq mirë se erdhi na. Ja ta shikojmë kur do zgjohet, ka 2 orë që fle. Oh. Hi. Hi Kian. Mire, në kopi. Zimi. Ku siamo më të kështë në? Vera do. Që si t'japin karni për të të Sa të duar më shumë. Jo, di. Këtë zonë. Dorta ti e do më shumë. Se unë. Ose më shumë. Më shumë sa unë? Po unë e kam bërë. Që ke bërë shumë të më njërë. Buka, kitë. Hi. Pinë. Hi. Kanë Pup, 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 pup. Pip, pip. Pip, pip. kitë. Ma do të qesh. Pip, pip. Pip, 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 pip.
Kuku. Shikon ty, ja, shikon murin. Ku je? Shiko kush ka ardhur. Ka ardhur nëna. Ka ardhur nëna, Gjema. Të keq. Mbanën nëna? Mbanën? Doçka të bi, doçka. Kalave të ashe. Gju, Lea. Të stëngon në doçka të. Zemra ime sa I vjen, mashallah. Mashallah. Bine. Është rritur që kur e leti, Mos folë, si të të. Si të mi mbërqenit. Sa I vjen, do vishte në ma të bje. Do vishte në ma jo të bje. Kejshë, ta siri I mirë. Tani e mban kokën të mamë. E mo Kian, e mban me nënën. Para se ta mbyllja videon pa u lajmëruar, thash të shpejt ju tregoja që dola me mamin, takuam këtë vajzën shqiptare që quheshe Jonilda, nëse nuk gaboj. Jona shkurt, o zoti ma, çfar njeriu pozitiv që ishte, po çfar djali që kishte, do më thënë model, shumë I bukur dhe jetonte në Saarbrücken, kështu që u kënaqem shumë me mamin, ishte shumë e thjeshtë, takuam pak vonë, sepse ajo u vonua, se binte shi, kishte trafik, mirë po ja kaluam shumë mirë, edhe si që shikoni, unë jam bërë gati, kam bërë flokët, dhe tani u kthyem, me mamin ja kaluam vërtet shumë bukur, jam ndonjëherë shumë e lumtur që ka shumë njerëz që takoj nga Instagrami, apo nga rrjetet sociale, që bëhen si një familje, sepse unë patjetër që do shkoj prapë në Saarbrücken që ta takoj. Doja të tregoja edhe pak dhuratën që I ka bërë Kian. Këtë gjupin, kaq të bukur këtu, me këmkat, me doçkat që mos t'i mbërdhin. Edhe komplet push brenda. Që sapo të dal me djalin Xhiro, mund t'ja vesh këtë dhe nuk ka merak fare që mund të më ftohet. Shumë I bukur, edhe është komplet me zinxhir nga të dyja anët, se ndonjëherë është pak problematike kur zinxhiri është vetëm nga një anë që të futesh atë këmbën që s'ka zinxhir. Do t'ja përthtyesh djalit, mirë, kurse këtu është fantastike. Dhe unë nuk e prisja një dhuratë, kështu që u surprizova. Edhe, shikoni këtu brenda, kur të shkoj, po që se do shkonte në kopësht ai, po tani ai është I vogël, mund të shkruash, ose I çon për shembull në pastrim kimik, mund të shkruash emrin, rrugën, telefonin, edhe nëse humbet për shembull xhekja diku në një park duke luajtur se e ke zhveshur djalin se u bën nxehtë, ky personi që mbase mund ta gjej xhupin do të dërgoj mesazh që ej kam xhupin tënd. Po kjo nuk është ideja sepse Kian është aq I vogël sa do ta veshi këtë disa herë dhe do ritet. Kështu, shumë faleminderit Jonilda, shpresoj mos ta kem ngatruar emrin, po tani duhet ta xhiroj shpejt videon para se të filloj të qaj Kian. Edhe shumë faleminderit, ishte kohë shumë e bukur dhe patjetër që do takohemi prapë. Edhe shumë nga ju që jetoni këtu afër më shkruani, sepse unë jam vetë edhe gëzohem për çdo njeri që njoh edhe takoj. Ciao, shihemi në videon tjetër me mamin.